Të nderuar televizionistë, përshëndetje, unë jam Flutura Kasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Partia Demokratike zhvilloi ditën e sotme protestën e radhës në kryeqytet, ndërsa policët nuk kanë autorizuar tubimin dhe kanë marrë masa për garantimin e rendit. Rreth 1300 forca policie janë vendosur para kryeministrisë dhe për të mbrojtur dhe për institucionet dhe për të parandaluar incidentet. Përgatitjet përfshin gjithashtu edhe autobotet me ujë, zjarr fikse dhe ambulanca në rast se do të kishte nevojë. Pankarta dhe akuzat forta politike kanë shoqëruar tubimin e opozitës në qendër të Tiranës. Qytetarë dhe mbështetës të opozitës i u përgjigjën thirrjes për protestë, duke kërkuar largimin e kryeministrit Edi Rama dhe ish zëvendës kryeministres Belinda Balluku, të cilët i akuzojnë për afera korruptive dhe keqeverisje. Fillimisht protesta u përqendrua përpara godinës së kryeministrisë, ndërsa më pas turma marshoi drejt policisë së shtetit, që sipas organizatorëve konsiderohet si simboli i institucioneve që, sipas tyre, nuk garantojnë drejtësi dhe barazi para ligjit. Gjatë fjalës së tij para protestuesve, kreu i opozitës Sali Berisha hodhi akuzat të drejtpërdrejta ndaj qeverisë dhe drejtuesve të policisë, duke cilësuar kryeministrin përgjegjës për situatën politike dhe sociale në vend. Në rrugë të Tiranës për të shprehur zemërimin popullor ndaj kreut të organizacës kriminale të qeverisë shqiptare dhe antarëve të saj. Pra, për t'i thënë Edi Ramës se jo një lubi, po dhe 30 lubi po të largosh, do jesh ti dhe vetëm ti objekti kryesor i revoltës popullore. Do t'jetë Edi Rama dhe vetëm Edi Rama. Kazus i betejës son gjerë në largimin e tij. Është Edi Rama, generatori i të gjitha të këqijave të lidhura me regjimin e tij. Marshimi vijoi nën masa të shtuara sigurie, ndërsa policia monitoroi nga afër lëvizjet e protestuesve për të shmangur incidente. Opozita ka paralajmëruar se aksionet protestuese do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, duke e cilësuar këtë si një betejë për ndryshim politik. Ndryshe nga tubimet e mëparshme, këtë herë forcat e rendit vendosën kordon sigurie dhe bllokuan një pjesë të bulevardit, duke kufizuar lëvizjen e turmës. Sipas protestuesve, kjo pengesë u pasi përpjekje për të ndalur marshimin. Në përpjekje për të vijuar rrugën, një pjesë e protestuesve çan gardhin metalik të policisë, ndërsa efektivët u kundërpërgjigjen me gaz lotësiellës dhe spërkatës me piper për shpërndarjen e turmës. Situata krijoi momente tensioni në terren, megjithse protesta nuk ishte drejtuar ndaj godinave institucionale dhe nuk u raportuan dëmtime të objekteve publike. Në protestën e 5 kombëtare, pjesëmarrësit e Partisë Demokratike shprehen pakënaqësinë përmes një marshimi simbolik pa fjalë politike. Tubimi nisi në bulevardin Dëshmorët e Kombit, ndërsa policia e Tiranës njoftoi se nuk merr përgjegjësi për zhvillimin e tubimit për shkak të rrezikut dhe akteve të dhunës. Ish kryeministri Sali Berisha komentoi nga zyra e tij ndikimin e Belinda Ballukut në kabinetin Rama pa marrë pjesë drejt për drejt në marshim. Në protestën e 5 kombëtare të Partisë Demokratike, pjesëmarrësit kanë zgjedhur të shprehen pakënaqësinë përmes marshimit dhe veprimeve simbolike, duke hequr fokusin nga fjalimet politike. Pikëtakimi i parë i tubimit është bulevardi Dëshmorët e Kombit, ndërsa policia e Tiranës ka vendosur të mos marrë përgjegjësinë për zhvillimin e tubimit, duke u referuar sinjaleve për mundësi dhune. Pak orë para fillimit të protestës, perimetri i kryeministrisë së Shqipërisë u blindua dhe u rrethua me gardhe metalike, ndërsa të gjitha institucionet shtetërore u morën në mbrojtje. Kryeministri Sali Berisha u shfaq nga zyra e tij duke komunikuar me mbështetës virtual dhe duke komentuar zhvillimin politik, përfshirë ndryshimet në kabinetin Rama, edhe pse nuk mori pjesë drejt për drejt në marshim. Kryengritja jonë paqësore do të njohë dimensione të reja, është e pandashme gjerë në largimin përfundimtar të Edi Ramës, në qoftë se e rikthen pak, kishin përpara shqiptarët një kufom politike të pakallur. Kështu që ne do ta kallim atë dhe do t'i japim vendin që meriton.
Berisha komentoi edhe ndryshimet në qeveri duke vënë duke se edhe kabineti i ri tregon ndikimin e Belinda Pallukut mbi kryeministrin Edi Rama. E marr hua nga populli që thot u mbars mali dhe polli 1000, ne le të themi dështoi Lubia dhe polli 3 ministra e një zëvendës kryeministre. Akt më qesharak, më të papërgjegjshëm nuk ka masi firmat e atyre të cilët janë emëruar, janë në gjithë dokumentat që Lubia ka firmuar me urdhër të Edi Ramës, pra ata janë, këta ministra janë për definicion antarë të grupit strukturuar kriminal të Lubi Pallukut në oferta dhe tendrat e vjedhjet e saj. Qëllimi i këtij tubimi është të tregojë revoltën pa fjalime politike formale, duke bërë të qartë pakënaqësinë e opozitës për situatën aktuale, ndërkohë që masat e sigurisë synojnë të shmangin incidente. Partia Demokratike e Shqipërisë zhvilloi sot në orën 16 protestën e radhës kombëtare para kryeministrisë së Shqipërisë duke kërkuar largimin e qeverisë. Për herë të parë, tubimi nuk do të ketë podium, ndërsa fjalimet do të mbahen me megafon. Policia e Tiranës ka njoftuar se nuk merr garantimin e mbarvajtjes së protestës, duke bërë thirrje për shmangjen e akteve të dhunës. Opozita rikthehet sot në një tubim kombëtar në bulevard për të shprehur pakënaqësinë ndaj qeverisë aktuale. Protesta e 5 e thirrur nga Partia Demokratike do të mbahet përpara kryeministrisë, ndërsa organizimi i saj do të jetë më i thjeshtë se më parë, pa podium dhe pa komunikime të drejtpërdrejta përmes megafonëve. Në seancat e kaluara, disa protestues janë përplasur me uniformat blu, duke përdorur mjete të rrezikshme dhe duke përfshirë persona të maskuar apo të mitur. Për shkak të këtyre incidenteve, policia e Tiranës ka njoftuar se nuk mund të garantojë mbarvajtjen e tubimit, megjithatë ka marrë të gjitha masat për sigurinë e rendit publik dhe mbrojtjen e institucioneve shtetërore. Uniformat blu u bën thirrje qytetarëve që të shmangin bulevardin dëshmorët e kombit, ndërsa pjesëmarrësve u kërkohet që të mos kërkojnë akte dhune për të siguruar që protesta të zhvillohet pa incidente. Kryeministri i vendit Edi Rama njoftoi se Garda Revolucionare Islamike do të konsiderohet organizatë terroriste duke u referuar veprimeve vrasëtare dhe viktimave të pafajshme të shkaktuara nga ajo. Vendimi mbështet përpjekjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit për të parandaluar përparimin bërthamor të Iranit dhe rrezikun ndaj civilëve dhe stabilitetit rajonal. Në një reagim të fuqishëm ndaj tensioneve të fundit në lindjen e mesme, kryeministri Edi Rama deklaroi se Shqipëria do të përfshijë Gardën Revolucionare Islamike të Iranit në listën e organizatave terroriste. Është koha e duhur për të rënë shkurt dhe për të shkuar drejt në temë. Grupi i Gardës Revolucionare Islamike është një organizatë terroriste dhe duhet të trajtohet si e tillë, jo vetëm përmes sanksioneve kundër Republikës Khomeiniste, por duke i quajtur zyrtarisht në emrin e saj të vërtetë dhe duke listuar atë midis organizatave terroriste, siç kanë bërë tashmë Shtetet e Bashkuara dhe Kanadaja. Rama theksoi se ky vendim nuk lidhet vetëm me solidaritetin me Izraelin dhe vendet arabe që kërkojnë paqe apo mbështetjen me veprimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në mbrojtje të Izraelit, por gjithashtu me viktimat e pafajshme të shkaktuara nga regjimi iranian dhe sulmet e tij kibernetike ndaj institucioneve shqiptare që treguan fytyrën barbare të Teheranit. Jo vetëm sepse ne qëndrojmë të palëkundur me Izraelin dhe me vendet vëllazërore arabe që kërkojnë paqen, jo vetëm sepse mbështesim Shtetet e Bashkuara në mbështetjen ushtarake që japin sot Izraelit në udhëheqjen e presidentit Donald Trump, jo vetëm sepse Bashkimi Evropian përmes presidentes Ursula von der Leyen ka nënvizuar edhe njëherë sot natyrën vrasëtare të regjimit të Teheranit, por mbi të gjitha në një ditë si kjo, kur kërkojnë akte jo vetëm fjalë, me nderim të viktimave të pafundme, të pafajshme, të trupave të përgjakshme të Gardës Revolucionare Islamike. Rama shpjegoi se vendimi synon të vendosë një standard të qartë ndërkombëtar dhe të nxjisë edhe vendet europiane duke listuar Gardën Revolucionare si organizatë terroriste. Ne do ta quajmë Gardën Revolucionare atë që është dhe do ta përfshijmë në listën e organizatave terroriste dhe bëjmë thirrje miqve tanë europian të bëjnë të njëjtën gjë. Kryeministri theksoi rëndësinë e ndalimit të përparimit bërthamor të Iranit dhe mbrojtjes së vendeve paqdashëse të rajon, duke nënvizuar se masa të tilla mund të shoqërohen me veprime konkrete, jo thjesht deklarata politike. Edhe kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha gjithashtu shprehu mbështetjen për zulmin ndaj regjimit teokrat të Iranit. Ai e cilësoi këtë si një ndërshkim të menduar me krimet dhe vrasjet e qytetarëve iranian nga regjimi Ajatollahëve dhe theksoi se çdo diktator
ndjehet i tronditur kur sheh fatin e një tjetër diktatori. Në të njëjtën kohë, Ministria për Punët e Jashtme dhe Europë nuk ka bërë thirrje të gjithë shqiptarëve që ndodhen në Izrael të tregojnë kujdes maksimal dhe të jenë vigjilentë, ndërsa ata që jetojnë në Iran këshillohen të komunikojnë menjëherë me përfaqësi diplomatike shqiptare në rast të ndonjë situate emergjente. Vendimi i Shqipërisë pasqyron qartë qëndrimin e saj ndaj terrorizmit dhe agresionit në lindjen e mesme, duke synuar të mbrojë qytetarët dhe interesat kombëtare, si dhe të kontribojë në stabilitetin dhe sigurinë rajonale. Ajo shërben gjithashtu si një sinjal për komunitetin ndërkombëtar mbi seriozitetin e qeverisë shqiptare në përballjen me kërcënimet globale. Do ecim me të tjera informacione, do kalojmë sërish tek informacionet nga vendi. Protesta e banorëve të Rjollit u shoqërua me incidente të dhunshme dhe përplasje fizike me forcat e sigurisë. Demonstruesit dëmtuan makineritë ndërtimi dhe mjetet të policisë private, duke përshkallëzuar situatën në terren. Banorët kundërshtojnë ndërtimin e një resorti dhe akuzojnë për grabitje të pronave të tyre. Tensione të forta janë regjistruar këtë të shtunë në zonën e Rjollit, ku protesta e përditshme e banorëve kundër ndërtimit të një resorti turistik ka marrë një tjetërkthesë të ashpër, që në orët e para të mëngjesit situata ka dalë jashtë kontrollit, ndërsa demonstruesit janë përplasur me forcat e sigurisë dhe kanë dëmtuar pajisjet e kompanisë që po kryejnë punimet. Në shenjë kundërshtimi, protestuesit kanë thyer xhamat e ekskavatorëve dhe automjeteve të tjera të firmës ndërtuese, si dhe të mjeteve të policisë private që ruanin kantierin. Në disa momente pati dhe përleshje fizike, duke rritur ndjeshëm tensionin mes palëve. Numri protestuesve ishte më i madh se në ditët e tjera, pasi në mbështetje banorëve u bashkuan edhe qytetarë nga zona të ndryshme të vendit. Ndërkohë, prania e forcave të rendit ishte më e kufizuar krahasuar me tubimet e mëparshme për shkak të angazhimeve të policisë në protesta të tjera në Tiranë. Banorët prej 26 ditësh dalin çdo ditë në protestë duke kërkuar ndalimin e projektit dhe njohjen e pronësisë së tokave. Sipas tyre, biznesmeni Bashkim Ulaj ka përfituar tokat përmes dokumenteve të falsifikuara. Ata theksojnë se 10 protestues janë shoqëruar në komisariat gjatë këtyre ditëve, ndërsa paralajmërojnë se nuk do të rrihen nga kundërshtimi. Ndërkohë, një nga familjet e zonës ka arritur të fitojë çështjen në gjykatën e apelit, duke siguruar njëjtje ligjore të pronës së saj, fakt që sipas banorëve forcon pretendimin e tyre për padrejtësi dhe abuzime me tokat. Protestat pritet të vijojnë edhe në ditët në vijim, teksa palët mbeten në qëndrime të kundërta. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka vendosur të lërë në burg Durim Bamin i ekstraduar pak ditë më parë nga Dubai. I pandeuri nuk ishte i pranishëm në seancë dhe u përfaqësua nga avokati, i cili kërkoi zbutjen e masës së sigurisë. Kërkesa për arrest shtëpie u rrëzua nga trupi gjykues duke lënë në fuqi para burgimin. Seanca e zhvilluar këtë të shtunë në gjykatën e posaçme u mbyll me vendim për të mbajtur në qeli Durim Bami, një nga emrat më të njohur të dosjeve të krimit të organizuar, i ekstraduar nga Emiratet e Bashkuara Arabe pas një periudhe arratije. Ai nuk u paraqit personalisht në sallë, ndërsa mbrojtja ligjore kërkoi një masë më të butë sigurie, duke argumentuar se arresti në shtëpi do të ishte i mjaftueshëm. Megjithatë, gjykata vlerësoi se rrezikshmëria shoqërore dhe akuzat e rënda nuk e justifikojnë ndryshimin e masës, duke vendosur vazhdimin e qëndrimit në paraburgim. Gjatë seancës, avokati ngriti dhe shqetësimin për sigurinë e klientit të tij në burgun 313, duke pretenduar se jeta e tij mund të jetë në rrezik. Çështja pritet të shqyrtohet nga drejtoria e përgjithshme e burgjeve për një transferim të mundshëm në një institucion tjetër. Ndaj Bamit rëndën disa akuza penale, mes tyre sigurimi i kushteve për kryerje vrasjesh, pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal dhe kultivim i lëndëve narkotike. Hetimet e strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK e lidhin atë me porositjen e vrasjes së ish deputetit socialist Arben Doka, si dhe me planet e tjera atentatesh ndaj personave të afërt me Ervis Martinajn. Sipas docës hetimore, ai dyshohet se ushtronte ndikim të gjerë në trafikun dhe kultivimin e drogës në disa zona të vendit, duke shtrirë aktivitetin nga Bregdeti e Adriatikut deri në zonat malore të Krujës. Kryeministri Edi Rama dhe presidenti Aleksandar Vučić kanë prezantuar një ide të përbashkët për një rrugë realiste drejt Bashkimit Evropian, duke synuar integrimin në tregun e përbashkët dhe zonën Schengen. Ata nënvizojnë se kjo qasje do të sillte përfitime konkrete për qytetarët, pa ndryshuar balancat institucionale të BE-s. Në një opinion të përbashkët të publikuar në gazetën gjermane Frankfurt Allgemeine Zeitung, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić
propozojnë një qasje praktike për vendet e Ballkanit Perëndimor drejt integrimit evropian. Sipas tyre, vendet kandidate duhet të përfitojnë menjëherë nga tregu i përbashkët dhe zona Schengen, duke u dhënë qytetarëve përfitime të prekshme dhe duke forcuar pozitën ekonomike dhe gjeopolitike të Bashkimit Evropian, pa krijuar ngarkesa shtesë për institucionet e tij. Dy liderët theksojnë se ideja nuk kërkon të drejta vetoje të reja, komisioner shtesë apo ndryshime në Parlamentin Evropian, duke e bërë procesin më të pranueshëm për opinionin publik të vendeve anëtare. Ata e shohin këtë hap si një mënyrë për të zbutur dilemat brenda Bashkimit Evropian, ndërkohë që disa shtete kërkojnë rrugë realiste drejt antarësimit të plot, të tjerët duan të ruajnë efikasitetin dhe unitetin e Unionit. Ndërkohë, Shqipëria ka avancuar më shumë në procesin e integrimit, duke hapur kapitujt e fundit negociues në vitin 2025, ndërsa Serbia ka 22 kapituj të hapur, por pa progres të dukshëm vitet e fundit, duke mbetur larg antarësimit të plot. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 1 mars 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të qëndrueshme me alternime mes vranësirave dhe kthjellimeve. Paraditja do të karakterizohet nga vranësira në zonat qendrore dhe veri perëndimore, ndërsa verilindja dhe juglindja do të kenë më shumë intervale me diell. Pasditja vijon me mot të qetë dhe temperatura të buta. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 16 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 5 deri në 7 orë me diell në varësi të zonës. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:09 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:37 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 8 deri në 15 gradë Celsius. Kukës, 6 deri në 14 gradë Celsius. Peshkopi, 5 deri në 12 gradë Celsius. Tiranë, 10 deri në 15 gradë Celsius. Durrës, 9 deri në 15 gradë Celsius. Kavaj, 8 deri në 15 gradë Celsius. Elbasan, 9 deri në 16 gradë Celsius. Berat, 8 deri në 15 gradë Celsius. Korç, 1 deri në 9 gradë Celsius. Vlorë, 11 deri në 15 gradë Celsius. Gjirokastër, 7 deri në 14 gradë Celsius. Sarand, 8 deri në 15 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 1 mars 2026 do të jetë në ndikimin e motit të qëndrueshëm me diell në pjesën më të madhe të territorit. Paraditja do të jetë e kthjellët, ndërsa pasditja vijon me diell dhe temperatura të buta. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 15 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 6:05 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:31 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovic, 3 deri në 14 gradë Celsius. Podujev, 0 deri në 13 gradë Celsius. Skënderaj, 0 deri në 14 gradë Celsius. Pej, 5 deri në 13 gradë Celsius. Prishtinë, 1 deri në 13 gradë Celsius. Gjakov, 2 deri në 15 gradë Celsius. Malishev, 3 deri në 14 gradë Celsius. Gjilan, 0 deri në 13 gradë Celsius. Perizaj, 2 deri në 14 gradë Celsius.
Kaçanik, 2, deri në 13 gradë Celsius. Suharek, 3, deri në 14 gradë Celsius. Prizren, 3, deri në 14 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund na ndiqni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi bëj përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programacionit të Dritës. Bashkë miru takofshim në edicionin e radhës.